Shpallet president përsëri për një term të ri, zoti Fidel Ylli. Urima. Asambleja e 31 e përgjithshme zgjedhore e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar I ka dhënë besimin edhe për 4 vitet e ardhshme si president në institucionin më të lartë të sportit në vend, zotit Fidel Ylli. Vetëm pak ditë nga përfundimi I mandatit të parë 4 vjeçar, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka zhvilluar asamblenë e përgjithshme zgjedhore. Të nderuar antar, është konfirmuar dhe kërumi më shumë se 2/3 të antarëve për të zhvilluar këtë asamble të përgjithshme zgjedhore. Jurojmë së ardhjen. Asambleja e 31 nisi me një material filmik të përmbledhur të punës 4 vjeçare të zhvilluar nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, duke përfshirë të gjitha aktivitetet sportive të gjitha kategorive të federatave, të takimeve dhe diplomacisë sportive, realizuar në mënyrë institucionale nga Koksh dhe presidenti Ylli. Përmbledhje e projekteve dhe rezultateve që janë arritur nga të gjithë sportistët e të gjitha disiplinave sportive, masivizimi I sportit, medaljet olimpike dhe shumë ngjarje të tjera të rëndësishme. Ka qenë një rrugtim në këto 4 vite në krye të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Nuk ka qenë vetëm formal si presidenti I Komitetit Olimpik, por ashtu siç kam bërë gjithë jetën time. Jam përfshirë emocionalisht dhe shpirtërisht me këtë institucion dhe vënien e tij në shërbim të sportit. Në këto 4 vite nuk kam dalur asnjë ditë. Pasioni tim I vesha këmbguljen. Kohës dhe synimeve nuk I vura asnjë limit dhe rezultatet nuk kanë munguar. Falëmbështetjes tuaj dhe të gjithë njerëzve të sportit pa përjashtim. Në këtë material janë përfshirë edhe përshëndetjet dhe inkurajimet e disa prej figurave më të rëndësishme botërore të sportit, si presidenti I Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach, presidenti I Komitetit Olimpik Evropian Spiros Kapralos, presidenti I Unionit Botëror të Ciklizmit dhe njëherësh presidenti I Komitetit Olimpik Frances, David Lapartije, presidenti I Unionit Botëror të Mundjes, Nenad Lalović, presidenti I Komitetit Olimpik Kroat dhe ish kryeministri I Kroacisë, Zlatko Mateša, dhe presidenti I Federatës Botërore të Skive, Johan Eliash. Sipas së rendit të ditës u bë vlerësimi me urdhra olimpik për disa prej figurave të rëndësishme të sportit në vite, me Theodori Driza nga Vlora për kontributin e tij në volejboll, Emin Lishi si një kampion I madhinotit, waterpolit, boksit dhe bilardos, Krenar Luto, mjeshtri I madh dhe mundës I kampion I Vlorës, ish futbollisti dhe trajneri I Partizanit Mustafa Fagu dhe ciklisti I arzakonshëm I Vllaznisë Sytki Tafili. Në vijim të rendit të ditës u bë votimi për presidentin e Koksh, zëvendës presidentin dhe komitetin e ri ekzekutiv. Në përfundim të votimit, nga 64 antarë me të drejtë vote të pranishëm, 61 votuan që zoti Fidel Ylli të zgjidhet president për herë të dytë. Në votimin për zëvendës president të Koksh, zoti Eles Gjoza e tërhoqi kandidaturën e tij pak para nisjes së votimit, kështu që Erlind Pollumbi ishte emri vetëm në garë, ku mori 56 vota pro e 9 kundër. Në votimin për antar të komitetit ekzekutiv, përveç Indrit Sulhajt nga Komisioni I Sportistit, antar të komitetit ekzekutiv u zgjodhen Alfred Tahiraj, Enkeleda Çaushi, Florent Kalivopuli, Julinda Dhame, Izmir Smajlaj, Krenar Dila, Leonard Luli, Pavlina Evro. Presidenti Fidel Ylli do të vijojë të jetë në krye të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar deri në vitin 2029.